Përshëndetje njerëz, qysh përsheni, jam po gati edhe jam të dalë. Po para se me dalë, qështu gati, pak e ndreqt, po du me bo një prononcim për krejt juve që më keni pyet edhe krejt që po doni me ditë se çka ka ndodhur mes meje edhe personit para praktës, po du me përmen emrin. Ose edhe pja përmeni se s'po manin, për mes meje edhe vullnetit. Është të vërtet që e kemi prish mitësin, edhe nuk jemi të folë më, edhe është ndërprej gjithçka, po arsyeja është një tradhti e cila ka ndodhur prej anës ti, pavarësisht që ai mundet me thonë shumë sene që nuk janë, po ka ndodhur një tradhti që unë e kam zonë vetë, jo tradhti çiftërore normalisht, po një tradhti e punës që mu më ka ardhur tepër keq kur e kam marrë vesh këtë sen, edhe normalisht që nuk jam një mirë edhe nuk jam edhe shumë mirë emocionalisht, po jeta vazhdon, normalisht, unë jetën tem nuk e nalë, as emisioni nuk nalët, emisioni kam u bë, gjithsesi që kam u bë, po veç po du me sqaru juve që është e vërtet që nuk jemi të folë, është e vërtet që i kemi shkëput kontaktet, jemi hek për i drejt gjitha rrjeteve sociale, edhe arsyeja është tradhti e punës, prej anës vullnetit, që kaq ma shumë nuk di që jam ju thonë. Faleminderit shumë për përkrajën e juve tepër të madhe që pe jepni edhe po më shkruani mesazha pa fund, po kaq ka për tash edhe marri vesh në sen tjetër ma vonë. Bye.